në 13 vite në pushtet derisa të bie nga qeveria. Po do presë zgjat deri në 13 vite në pushtet nuk ka mbajtur premtimet të cilat i ka. Cilat premtime s'ka mbajtur? Cilat premtime? Cilat premtime? Cilat premtime? Projekti Besa. Po të them për njërin prej tyre, po s'po merremi me tjerët. Arsim publik falas. Arsim publik falas. Atëherë, okay. Ku e ke mbaruar studimet? Në Tiranë. Në Tiranë? Tek cili fakultet? Shkencat e natyrës. Shkencat e natyrës. Sa ke paguar për tarifat? 125. 125. Po. Okej. Pse ke paguar 125? Se kisha mesatare, mora për gjysmimin. Po. Çfarë problemi? Përveç kësaj, se studentët kanë protestuar në 2018. I e di që universiteti ka autonomi. Jo, a e di këtë? Atëherë, çfarë do të thotë kur një kryeministër premton arsim publik falas? Do të thotë që e bën falas kur vjen pushtet. Dhe çfarë do të bën falas më? Falas pra është ç'a quhen falas ti? Përveç se nuk është falas, ka bërë që të shkatrohet totalisht universiteti. Si nuk është falas? Ka paguar, për që një sakt, 125.000 lekë e paguar pra. Po. 125.000 lekë dhe falas. Të vjetra pa. Të vjetra. Dhe falas janë dy gjëra. Se duhet të rikthejmë pak Besës, më konkludoj, lutem, se do të rikthejmë pak të dokumentet. Po më duket se 125.000 lekë të vjetra dhe falas më duket që janë dy gjëra. Universiteti ka autonomi. Besoj që janë të ndryshme. E di sa është kosta e një studenti apo nuk e di, se kem mësuar akoma. Po në master se ke paguar? Por e di sa është kosta e një studenti. Po ikën pyetjes. Po s'u iki fare pyetjes. Universiteti ka autonomi. Arsim publik falas bëhet fjalë për gjimnazet edhe për nëntëvjeçaren. Kaq. Universiteti ka një lloj autonomie. Pik. Mbaroj. Fjalë për dhe nëse ti edhe në arsimin e lartë, nëse ti do doje me çmimin e tregut, do kishe të njëjtat çmime siç ka universitetet private. Po s'është ashtu. E din sa është çmimi në universitetin në Greqi, sa është në Kosovë? E din sa është? Për universitetet private apo publike? Ku është 0? Në Kosovë 0? E ke gabim. Në Kosovë është 0. Në Greqi po. Në Greqi po. Dhe për bachelorin. Në Kosovë jo. Do bëhet në video edhe do bëjmë video shumë dhe bëjë montimin kur duhet se ja keni marrë dorën ku më peti ju po. Thjesht në Kosovë e ke arsimin publik. Falas për bachelorin dhe masterin. Ndërkohë nuk kemi se paguajnë gjithë një fi tani. Dhe në Gjermani paguan një fi tani, mos hap muhabet kot. Shumë e thjeshtë. Është fi. Ajo që paguan ti është fi. Nuk bie dakord për diçka që është praktike, po paguar kur është në universitet. Nëse s'bien dakord atje do të biem tek Besa, dokumenti strategjik. Do greni çfarë është ky dokument dhe pse është anglisht një herë? Po janë të dy versionet, se ke edhe shqip, është versioni që kam unë është anglisht. Duke qenë se kanë humbur besimin të ndërkombëtarët tani. Jo, më si para si lloj besimi ndërkombëtarët, na votojnë ndërkombëtarët, na kanë votuar 856.000 ndërkombëtarët ju kanë mbështetur. Ke lexuar, a ke ta lexosh dot apo ende? Sepse kanë menduar që kanë Berishën. Tani kanë kuptuar që ka një popull përtej Berishës edhe. Çfarë do të ndryshojë me këtë dokument? Ajo dokumenti është shumë i thjeshtë. Është një lloj reflektimi joni për të treguar edhe një herë se si ne duhet të kalojmë nga faza në atë që shteti tani kujdeset për atë që kanë ndërtuar. Pra, edhe një lloj qasje më ndryshe deputetëve në zonat ku janë zgjedhur, një kohë ka një shpjegim qartë të mandateve tona dhe si do vazhdojmë mandatet tona. Që ka mandati i parë që u desh ndërtoi nga fillimi gjithçka, deri ke i dyti që ishte reforma, deri ke ajo në drejtësi, ke i treti ishte rruga jonë europiane dhe e katërta nuk është një përsëritje këtyre 3 mandateve, por është një konkludim i gjithë asaj që ne kemi bërë gjithë këto vite për të çuar Shqipërinë aty ku shqiptarët në votuan, në Bashkimin Evropian. Dhe besoj kjo është faktike, se po mos meqense i kemi prishur me ndërkombëtarë, s'do kishim mbyllur dot negociatat, s'do na mbështesin kaq shumë, NATO nuk do vinte në Shqipëri, po kjo histori tuaja për të hapur dezinformim tani këto Mbështetje është shumë qesharak ndonjëherë. Po qesharak është pillot. Sepse mundohet të hedhë hyrje. Një refren, nuk është. Mundohet të hedhë hyrje. Është fakt. Njerëzve të cilët ndoshta edhe nuk janë të profilizuar për t'i kuptuar sferën marrëdhënie ndërkombëtare. Më nxjerr një lider ndërkombëtar që ka thënë diçka